Rikthyer sërish të dashur shikues, jemi së bashku në drejt këtu në ekranin e televizionit Ora News, po siç ju thash para ndërprerjes publicitare, në këtë fragment të emisionit është një surprizë, sepse zakonisht janë mësuar në të ftuarit e mi që janë njerëz të profesioneve të ndryshme, të angazhimeve publike, politike, intelektuale, qytetare, por shumë rrallë ndodh që të kemë njerëz që vinë nga si përfaqësues të besimeve fetare. Unë sonte kam të ftuar një prift. Është një djalë i ri, është një prift i ri dhe mu për këtë arsye në fakt e kam zgjedhur të bisedoj me të dhe për të ardhur pranë jush me gjithçka ka të bëjë me zgjedhjen e tij, me përkushtimin, me devocionin dhe me raportet që ai ka me atë çfarë ka zgjedhur të jetë në jetë. Kam të ftuar Dom Mark Pashken. Dom Marku, mirë se vjen në drejt. Mirësëgjej, ju falenderoj për ftesën, është një kënaqësi e veçantë jem televizionin tuaj në mënyrë të veçantë me juve personalisht. Në fakt nuk je për herë të parë në drejt. Kemi qenë bashkë edhe një herë tjetër, por sonte jemi në drejt për drejt me njëri tjetrin për të prekur, për të cekur disa anë të angazhimeve që përgjithsisht nuk është se priftërinjt preferojnë t'i bëjnë, jo vetëm priftërinjt, po të angazhuarit në misione fetare preferojnë t'i bëjnë publike. Në këtë kuptim, çfarë do të thotë për ju t'jesh prift në kohën e sotme? Është një pyetje shumë interesante, por në fakt edhe e drejt për drejt edhe konkrete, sepse ti jesh prift sot, ti jesh meshtar sot, për mu personalisht po besoj për gjithë ato që kanë zgjedhur këtë thirrje, në radhë të parë do të thosh të jesh njeri. Sepse shpeshherë të influencuar prej shumë rrymave edhe të mendimit filozofik, por edhe teologjike, kemi pas gjithmonë një tendencë që ta shkpusim njerëzorin nga hyjnoria. Duke kriju edhe në rrethin e kontekstin tonë kulturor shqiptar, sikur hyjnoria dhe njerëzoria janë dy realitete të shkputuna që nuk takohen në përditshmëri njëra me tjetrën. Në fakt, unë jam një meshtar katolik, jam një prift katolik, i cili... Në fakt, ti je prift dhe meshtar është e njëjta gjë? Është e njëjta gjë, është e njëjta gjë. Prift, koncepti prift është më shumë popullor në zhargonin e përditshëm, kurse ndoshta fjala meshtar është paksa më teologjike, sepse lidhet drejt për drejt me atë që është profili jonë, shërbimi jonë i përditshëm, që është mesha e shenjtë. Dhe në këtë aspekt, siç e thash, për mu personalisht të jesh meshtar, të jesh prift, në radhë parë do të thotë të jesh njeri, të jesh një njeri normal, të jesh një njeri i cili jeton humanitetin njerëzor si dhuratin më të madhe që Zoti i ka besuar qenies njerëzore. Po çfarë ka ndryshe nga njerëzit e tjerë ti je prift? Eksakt, tu qëndron edhe ajo madhështia dhe misteri e këtij realiteti. E thash përpara, duhet të largojmë atë paragjykimin ku kemi një ndasi mes hyjnores dhe njerëzores. Në fakt tu qëndron edhe revolucioni që krishterimi i sjell botës, sepse nëse i referohemi para ardhjes Krishtit, botën greke, botën pagane romake, të gjithat filozofinë e feve që karakterizoi për para ardhjes Krishtit, kishte një diferencë shumë të madhe mes dimensionit hyjnor, hyjnit Zotit që qëndronte atje i shkputur, dhe njeriu që merrej me punë të zakonshme. Në fakt, Krishti në personin e vet mishron në mënyrë unikale këto dy realitete. Ne besojmë që Krishti është njeri i vërtet edhe Zot i vërtet. Dhe automatikisht të jesh meshtar, të jesh prift sot, do të thotë që në jetën e përditshme të mishrosh e të jetosh në radhë parë për vete, por edhe për të tjerët, pajtimin e këtij dimensioni hyjnor, për cilin njeriu është i thirrur, por edhe demonstrimin i një humaniteti, një njerëzie të vërtet, e cila është në paqe me të vërtetën absolute që ka gjetë dhe ka përqafu. Për mu personalisht, të qenurit prift nuk e thjesht një zgjedhje, si shpeshherë thotë një zgjedhje personale ose profesionale. Sigurisht është një zgjedhje personale ndaj një të vërtete, në një të vërtete absolute. Ky kërkim i imi personalisht ka gjetë kulmin në personin e Krishtit. Dhe këtë vërtet, unë përpiqem ta jetoj çdo ditë e çdo moment.